Ju përshëndes miq të FSHF TV. Si çdo javë jemi në analizë superiore për të diskutuar mbi elitën e futbollit shqiptar, gjithçka ka ndodhur në javën e 36 të Biznes Superiore. Është mbyllur kështu sezoni i rregullt dhe janë zbardhur në një farë forme verdiktet përfundimtare të 36 javëve, teksa tashmë dihen 4 skuadrat që do të marrin pjesë në Final Four janë zbuluar edhe më herët, por janë përcaktuar edhe verdiktet e fundit të klasifikimit me Flamurtarin dhe Bylisin, që sezonin e ardhshëm do të luajë një kategori më poshtë, ndërkohë që Teuta do të jetë e detyruar që të angazhohet në play-out për të mësuar fatin e saj nëse do të vijojë të jetë në lidhjen e futbollit shqiptar sezonin e ardhshëm apo jo. Gjithsesi ne do të marrim një nga një të gjitha ndeshjet e kësaj jave, e si gjithmonë me mua në studio Xhen Tugu, videoanalisti i Federatës Shqiptare të Futbollit. Përshëndetje Xhen. Përshëndetje Jurgen. E mbyllëm një maraton prej 36 javësh, por na pret një fazë akoma dhe më interesante si ajo e Final Fourit. Po, dhe më në fund u mësuan edhe verdiktet që po i prisnim dhe po i flisnim kaq shumë javësh, që cilat do të ishin ekipet që do të rrëzoheshin nga kategoria, por mendoj që edhe pjesa e Final Fourit normal është shumë emocionuese dhe uroj ta japi atë spektaklin që të gjithë po presin. Natyrisht që ekipet e Final Four, duke nisur që nga Vllaznia që mori vendin e parë, një benefit financiar mjaft i madh, se duhet thonë edhe avantazhi që kishte skuadra që rënditi në vendin e parë, arrin Elbasani po ashtu që të ruaj distancën të papërfillshme, sepse do të jenë pikë barabarta me përgjysmërinë e pikëve në Final Four, Egnati që është vetëm 3 pikë larg tashmë nga dy skuadrat kryesuese dhe Dinamo që kanë mbetur disi më mbrapa, por që në një farë forme kanë siguruar edhe atë pjesëmarrjen në Europë, sepse finale e kupës do të luhet sonte në mbrëmje mes Ignatias dhe Dinamo Cityt. Po, është për Dinamo të paktën mëse për mënyrën se si shkoi sezoni, janë të qetë. Edhe duke marrë parasysh që e kanë siguruar tashmë Europën, do të luajnë sot për të marrë qoftë Ignatia dhe Dinamo për të marrë trofeun e parë të sezonit. Por ndërkohë Ignatia ka gjithashtu edhe, siç e the ti, dhe mundësitë për të marrë pikë dhe për të synuar gjithë pse jo dhe ata titullin kampion, sepse 3 pikë nuk është se mund të thyet ajo diferenca. Ndërkohë që edhe Vllaznia dhe Elbasani që kanë qenë ekipet më konsistente në kampionat, po bëjnë një tani do janë si më favoritet, le të themi. Kështu që mbetet për të parë. Ndërkohë gjithçka u përcaktua për mbijetesën vetëm në javën e fundit të këtij kampionati, teksa ishte skuadra e Tiranës që arriti të marrë një fitore të rëndësishme te Elbasanit, shmangu po ashtu dhe play-offin, Vora gjithashtu arriti të shmangte në vendet e fundit, Flamurtari që kishte mësuar fatin e saj një javë më herë dhe Bylisi që në ndeshjen direkte me skuadrën e Vorës nuk ja doli dot që të marrë një rezultat pozitiv edicionin e ardhshëm të luajë një kategori më poshtë. Gjithsesi, prezantojmë rezultatet e kësaj jave të 36 të Biznes Superiore, teksa ishte një javë vërtet shumë interesante. Nisim me Elbasani Tirana 1-3, Partizani Dinamo City 2-1, Teuta Ignatia 3-2, Vllaznia Flamurtari 2-0, Vora Bylis 5-2. Në fazën e 4, skuadra e Tiranës ka bërë mjaft mirë dhe ka ndihmuar edhe në klasifikim, sepse një farë forme di panorama e skuadrave kryesuese, por pati një rokadë edhe në vendet e para, me Vllaznin që mori kryesimin e sezonit të rregullt, e mbylli në vendin e parë duke përfituar dhe bonusin prej 10 milion lekë të rinj, 100 milion lekë të vjetra në gjuhën standarde. Në vendin e dytë me 1 pikë më pak është Elbasani me 62 pikë, Ignatia me 57 në vendin e tretë, Dinamo City në vendin e katërt me 49 pikë, Partizani në vendin e 5 me 48 pikë, digjet për Europën po ashtu dhe për Final Fourin skuadra e kuqe. Tirana me 44 pikë në vendin e 6 e mbyll këtë sezon, Vora në vendin e 7 me 42 pikë, në të njëjtën kuotë Teuta me 42 pikë, Bylisi me 41 dhe Flamurtari me 36, vetëm për shkak të ndeshjeve direkte skuadra e Vorës renditet mbi atë të Teutës që do të luajë sfidën e play-offit me ekipin e Pogradecit në fundjavë ditën e shtunë. Si e pe këtë javë, duke ditur që një pjesë e verdikteve dhe ishin përcaktuar si skuadrat që të merrnin pjesë në Final Four, Flamurtari që kishte zbritur matematikisht që në javën e 35. Po është e vërtet, po gjithsesi ka pasur ndeshje për të luajtur, sepse normalisht edhe Tirana ka pasur një ndeshjen e vet me Elbasanin, ku të dyja do të luanin. Elbasani donte të luante për vendin e parë dhe Tirana sepse ishte duke rrezikuar play-outin, ishte Vora me Bylisin sigurisht që ishte edhe ndeshje direkte se kush do të binte. Teuta kishte për të luajtur sepse donte ata që të mos rrezikonin qoftë edhe rënien në rast se ndonjë rezultati nga ekipet e tjera, por gjithashtu edhe ndoshta për të shpëtuar nga play-outi. Ignati gjithashtu mund të luante për të krijuar, për të afruar edhe më shumë me dy vendet e para. Kështu që
Kjo ishte panorama pak a shumë. Për rezultatet duhet thënë që për shembull Tirana ishte ndoshta ajo surpriza e javës, sepse ishte edhe një fitore duke shënuar edhe 3 gola në Elbasan, që Elbasani ka treguar që nuk është fushë e thjeshtë, ishte stadiumi plot dhe arriti të bëjë mjaft mirë duke siguruar dhe qëndrimin pa play-out, edhe ndoshta po të kishin ndoshta edhe të njëjtin ekip siç e kanë tani dhe në fillimin e sezonit, Bardhë Blut mund synonin edhe Europën sepse ata ishin 5 pikë në fund të ditës. Sigurisht ekipi Bardhë Blu arriti të marrë një fitore të rëndësishme në shifrat 1-3 në këtë transfer, një fitore që ndoshta mban edhe firmën e Orges Shehit. Në fazën e 4-të, Tirana ka qenë skuadra me rendimentin më të lartë. Ka arritur mos gaboj 7 fitore, 2 barazime. I fundit barazim është me Dinamo Cityn, ndërkohë që ka arritur që tregoj muskujt ndaj Vllaznisë dhe Elbasanit në 2 javët e fundit. Tirana nëse arrin të ruaj grupin aktual me ndonjë përvojësim të vogël e shep, ti e preke pak më herët që nëse do të ishte me të njëjtën skuadër, mund të arrijë sezonin e ardhshëm që të jetë pretendente për Final Four, për titullin kampion për zonën europiane. Tashmë ishin Bardhë Blut edhe po luanin për diçka, sepse edhe qëndrimi në biznes superior ishte diçka shumë e madhe për ta. Është herët për të folur akoma për sezonin e ri, sepse varet se si do të ndërtohen, si do të jenë edhe ekipet e tjera, sa do të shesin, sa do të blejnë, investime që do të bëhen, gjithashtu edhe ekipe që do të vinë nga kategoria e parë, si do të futen edhe si do të jenë synimet e tyre. Kështu që është pak herët për të folur, por sigurisht që në qoftë se ruhet ky grup, atëherë do ta kenë një benefit të madh, sidomos edhe trajneri, sepse do të jenë një grup që tash do ta njohin njëri tjetrin edhe do të bëjnë mund të bëjnë edhe më mirë se çfarë bën në këtë fund sezoni. Ta përmenda Orges Shehin në fakt për të kaluar edhe episodi i parë që kemi përzgjedhur për këtë sfidë, për vendosin që ka patur Tirana, një skuadër shumë më kompakte se sa 3 fazat e para. Një vendosje 4-4-2 me Xhixhen dhe Tabeku që kemi thënë kanë gjetur kimin dhe harmoninë mes tyre. E interpretoi siç duhet sfidën me Elbasanin, ishte Tirana skuadra që e meritoi fitoren në këtë sfidë. Po, sepse me thënë drejtën edhe arritën të shfrytëzojnë rezultatin, në atë 4-4-2-shin që ata sidomos në fazën defensive, sepse pastaj në sulm kanë variuar, kanë luajtur edhe 1-3-2-5, ekipi ka qenë një zdërvjellët, por dhe për të kursyer disi energji, qoftë Tabekus, qoftë edhe Xhixhës, ekipi luante në një 4-4-2 dhe arrinin që të ruanin energjit dhe pastaj të luanin pastaj direkt për në kundërshtim. Skuadra e Elbasanit u rikthye në lojë në minutat e fundit, minutën 90 arriti që të ngushtoi diferencën duke shënuar golin e 2-1-shit me Kasën. Nga një goditje standarde, duket sikur Elbasani është gati sepse ka hasur vështirësi në javën e fundit, është gati për të pritur Final Fourin, të përballet me 3 skuadra tepër të forta. Tashmë duhet edhe të rimarrin pak veten sepse edhe rezultatet në javën e fundit për ta ishin pak shqetësuese, por çfarë ndodhi këtu? Elbasani ka qenë një nga ekipet që ka shfrytzuar më së miri goditjet nga këndi dhe shikojmë këtu krosimin po në shtullën e parë për Kasën, i cili u gjend krejtësisht i boshatisur në zonë dhe i ndihmoi Verdhë Blut që të ngushtonin diferencën. Kjo është një aspekt që ndoshta edhe ekipet e tjera duhet ta studiojnë mirë tek Elbasani, por edhe Elbasani mund ta shfrytëzojë shumë mirë, sepse duket që është bërë një punë e madhe tek goditjet standarde, ku dhe një pjesë e golave kanë ardhur nga ato. Ndërkohë zgjati pak në fakt entuziazmi i Elbasanit sepse Tirana me Tabeku shënoi golin e tretë në minutën e 96, vetëm pak minuta më vonë. Një tranzicion, një zbritje, duket sikur skuadra e Bardhë Blu ruan qetësinë në momentet e vështira. Të paktën e ka fituar këtë veti në javët e fundit. Po, sepse normalisht dhe ekipi ka marrë vetbesim, ka marrë siguri duke luajtur mirë mbrapa dhe shfrytëzojnë armën më të fortë që ata kanë pasur, që ka qenë pikërisht tranzicioni dhe tranzicioni me, siç e përmendëm më parë, me Tabekun dhe me Xhixhen, që kanë merr një rol përpara. Këtu një krosim i bllokuar, por gjithashtu është edhe merita e Alvarez që ka dhënë një asist shumë të bukur pasi dha pasimin pasi pa lëvizjen e Tabekut, dhe Tabeku gjend krejtësisht i vetëm me portierin duke siguruar praktikisht fitoren në Elbasan Arena. Si të duket Elbasani në menaxhimin psikologjik, sepse vjen pas një situate jo fort mirë, ka pasur rezultate negative në javët e fundit. Beson se do t'i ndikoj në 3 javët që kanë mbetur që do të përcaktojnë titullin kampion? Mendoj që ne kemi thënë shpesh që Elbasani ka pasur
brenda pak viteve ka pasur një ngjitje shumë të fortë, shumë të mirë që kur ishte në kategori të tretë edhe deri sot që është në biznes superiore, po kanë bërë mirë, janë aty në luftë për titullin kampion, kështu që mendoj që kjo do të jetë pjesa që ata të motivohen më shumë, duke marrë parasysh ku ishin vjet edhe ku janë këtë vit. Dhe tashmë kanë lojtarë që kanë edhe eksperiencë aty brenda që mund ta ndihmojnë ekipin që të shtynë përpara. Kështu që mbetet për të parë se si do ta menaxhojnë. Por normalisht rezultatet negative kanë ndikimin e vet, sepse mund të kishin krijuar edhe një shkëputje nga Vllaznia apo gjithashtu edhe nga Egnatia. Mendoj që ato pikët e barabarta që kanë me Vllaznin gjithsesi japin pak më ngrohtësi ekipit dhe ambientit brenda. E shfrytëzoi maksimalisht në fakt humbin e Elbasanit, skuadra e Vllaznisë që mori 3 pikët dhe mori dhe vendin e parë në renditjen pas 36 javësh, ndoshta do të jenë në të njëjtën kohë pikësh në Final Four. Përballë një flamurtari që ishte i pamotivuar, duhet të thënë sepse do të luajë zonën e ardhshëm në kategorinë e parë, kishte mësuar fatin e saj siç tham në javën e 35 të biznes superiores. Mos ndoshta është një benefit në krahun tjetër për ta lidhur pak pikërisht me bisedën që po bënim për Elbasanin, për Vllaznin që shkon me një fitore që e mban në vendin e parë. Po, normalisht edhe Vllaznia donte edhe ajo të kthehej tek fitoria, sepse dha ata po kalonin një periudhë vështirë, kishin mësuar disa humbje radhazi që nuk ishte gjë e vogël për shkodranët, ishte një rendiment negativ që nuk e kishin hasur gjatë këtij sezoni, kështu që edhe fitoria i duhej, normalisht edhe pak puna ju bë më lehtë nga flamurtari, siç e përmend edhe ti që ishte disi më i pamotivuar për të luajtur duke marrë parasysh edhe rënien nga kategoria. Kështu që tani Kuqeblut mund të kënaqet gjithashtu edhe me premiun që morën nga vendi i parë, sepse dhe ajo është një ndihmës shtesë dhe ata do të kërkojnë të rikthehen pas shumë vitesh tek titulli kampion. Ara dhe Murata, dy autorë të golave të kësaj sfide me këtë të fundit që finalizoi një aksion tepër interesant skuadrës shkodrane. Kemi përzgjedhur edhe për ta analizuar sot. Po, Vllaznia mundua këtë rast të ndërtonte, kemi parë shpesh të ndërtoj qoftë me 3 ose me 4 lojtarë mbrapa, këtu ka ndërtuar me 3, arritën të çanin midis linjave linjat e mbrojtjes dhe të mesfushës të flamurtarit dhe Murata shënoi një gol mjaft bukur nga jashtë zonës dhe të shohim se si do të jetë impakti i tij gjithashtu edhe në javët e Final Fourit, sepse në fillim të sezonit ishte një nga lojtarët që normalisht kishte më shumë impakt tek Kuqeblut. Ndërkohë në krahun tjetër ishte një sfidë tepër interesante edhe mes Partizanit dhe Dinamo Cityt, pavarësisht se Dinamo ishte skuadra që kishte siguruar vendin e 4, Partizani arriti të marrë një fitore. Po, e morë një fitore që ishin të dy ekipet duke luajtur me lojtarë që nuk është se kanë pasur shumë hapësira dhe minuta gjatë sezonit, por edhe Dinamo donte të ruante energjitë për finalen e kupës. Partizani gjithashtu edhe për testuar disa nga këta lojtarë, siç e tham, që nuk kanë pasur minuta gjatë sezonit. Por një fitore për Dema që gjithsesi jep edhe një lloj ideje se si mund të mbajnë ose kë mund të shesin sezonin e ardhshëm për të mos pasur këtë rezultat që mendoj që edhe për ta zhgënjyes në fund të këtij sezoni, duke marrë parasysh që të paktën nuk u arrit objektivi minimal Final Fouri që edhe pretendoi nga vetë klubi. Ndalim pak tek episodi që kemi përzgjedhur për këtë sfidë pikërisht mes Dinamos dhe Partizanit, një ndeshje që luaj pa presion në fakt nga të dyja skuadrat, sepse ishte mësuar fati për të dyja, me Partizanin që nuk mund të arrinte dot vendin e 4, ndërkohë që Dinamo në krahun tjetër pavarësisht se e kishte siguruar, kishte qetësinë, nuk e shfrytëzoi dot mundësinë për të afruar me vendet e para, sepse përgjysmimi i pikëve do i sillte ndoshta një diferencë më të vogël, do ta kishte më të lehtë në Final Four për të tentuar titullin kampion. Ndoshta, por me sa duket tek Dinamo Vitët i kishin prioritetet e qarta dhe dëshironin ndoshta më shumë të fokusoheshin tek finalja e kupës, duke marrë parasysh edhe hendekun e krijuar me 3 vendet e para, kështu që ishte ndoshta një zgjedhje e tyre në këtë rast për këtë ndeshje. Por tani mbetet për të parë se do të shkojnë ndeshja edhe sot finalja e kupës që mund t'i japin një lloj impakti tjetër. Ase tek rasti së minutës 15 me daljen e Dinamos, ishte Partizani që po luante 4-4-2, Dinamo që normalisht me stilin e vet që mundohet të qarkullojë topin, por në momentin që Partizani sotronte topin menjëherë kërkonte prerje të shpejta mbrapa shpinës, këtë rast ishte me Sarion.
Më pas një qarkullim i Partizanit, sa e mbajti disi topin këtu, por një qarkullim i Partizanit solli edhe afrimin e lojtarëve në zonë, që solli më pas edhe golin e avantazhit për Demat. Natyrisht që do të jemi në takimin e radhës mes Egnatias dhe skuadrës së Teutës, një sfidë që gjende përballë njëra tjetrës ekipin Durrësak që kërkonte mbijetesën dhe Egnatian e cila ndoshta shpresonte të ngushtonte diferencën me Vllaznin dhe Elbasanin që ishin më sipër në klasifikim. Sa ka ndikuar tek skuadra rrogozhinase fakti që ngarkesa është tepër e madhe, ka nisur sezonin në qershor të vitit kaluar dhe jemi në mesin e majit, praktikisht gati një vit kalendarik që janë në fushën e lojës, do të jenë deri në datën 31 maj. Mendoj që Egnatia ka pasur edhe grupin e lojtarëve që mund ta përballonin këtë maraton të gjatë, le të themi, që kanë pasur në këtë vit kalendarik. Normalisht kanë qenë një ekip që gjatë gjithë sezonit, pavarësisht se ndoshta nuk kanë marrë shpesh rezultatet që ata mund të kenë dashur, por janë ekip që kanë prodhuar shumë futboll dhe mund të ishin edhe disa pikë më lart, pse jo të pretendonin dhe ata kreun në renditjes. Megjithatë, edhe ata mendoj që ishin disi më të fokusuar edhe ata tek finalja e kupës me Dinamo, nuk është se ishin, nuk më duken shumë të motivuar në fushë, por kjo është edhe kjo ishte pak a shumë edhe panorama ndeshjes, ndërkohë që Teuta kishte dëshirë që të fitonte me do e mos edhe për t'u larguar çdo lloj rreziku që mund të kishte në fundin e tabelës. Ndërkohë, sa i takon vendosjes, skuadra rrogozhinase duket sikur eksperimentoi pak, provoi edhe një ideologji tjetër në këtë sfidë, kishte një tjetër fytyrë me trajnerin Dede, ndoshta mund të kërkoi një tjetër performancë. U mundua besoj trajneri Dede që atë pak kohë që ka në dispozicion të jepte ekipit pak nga idetë e veta, megjithatë nuk mendoj, këtu ishte për shembull, duke kemi parë shpesh që Egnatia të mbroj në 4-5-1, 1-4-5-1 gjatë të sezonit. Teuta ndërkohë nga krau tjetër kishte më shumë lëvizshmëri në fushë, mundonin qarkullonin topin, të ndryshonin krahët, duke parë edhe vendosjen e ekipit të Egnatias dhe me anë të një krahasimi në zonë arritën që të shënojnë edhe golin e parë të sfidës që i dha edhe pak një impuls tjetër ndeshjes. Ndërkohë në anën tjetër, skuadra që arriti të shmangë rënjën është ekipi Vorës, mundi në një takim direkt ekipin e Bylisit në shifrat 5-2. Një fitore e Vorës e cila e mban në superiore të paktën dhe për një edicion tjetër. Dhe si ka qenë rrugtimi i Vorës në tërësi të këtij edicioni? Me shumë ulje ngritje duhet thënë që është edhe kuptueshme për një ekip që bën debutimin në biznes superior, megjithatë tek Vorakët mendoj që janë shumë të kënaqur me objektivin që mendoj që i kishin vënë vetes që ishte qëndrimi në nivelin më të lartë të futbollit shqiptar. Por tashmë edhe ata vash duhet të fillojnë sezonin tjetër të mendojnë se çfarë mund të bëjnë për të arritur diçka më shumë. Kanë krijuar edhe grupin e lojtarëve, që është kryesisht baza është me lojtar shqiptar. Shohim se si do ta menaxhojnë, a do të shesin shumë ose do të mbajnë, do të kërkojnë të mbajnë grupin që kanë duke përforcuar me lojtar shtesë. Dhe pse jo të pretendojnë të marrin edhe rezultate disi më të mira në vitin e ardhshëm. Natyrisht gjërat u bën të lehta për Vorën me golat e shpejtë që realizoi, por do të ndalemi tek goli i dytë i shënuar. Kemi theksuar shpesh që një nga pikat më të forta të skuadrës Vorës është loja nga krahët. Edhe në këtë sfidë rezultoi decisive me lojtarët anësor të cilët edhe arritën të realizojnë. Po, dhe mundohen gjithmonë, kjo është shumë e saktë ajo që ke thënë ti. Ata janë munduar vazhdimisht ta realizojnë këtë gjë, është një filozofi ndoshta edhe trajnerit Bellaj. Bajrama e ka qenë një nga lojtarët kyç për gjatë gjithë sezonit për mënyrën se si luante ekipi dhe si menaxhonte në fazën ofensive. Dhe këtu shikojmë edhe golin që ka ardhur pikërisht me një krosim nga krau i djathtë, ku Karrica u harrua krejtësisht i vetëm zonë nga skuadra e Bylisit dhe arritën të shënojnë golin që i dha avantazhin e përkohshëm për sa i përket pjesës së parë. Sigurisht që sezonin e ardhshëm do të jemi sërish në analizat për skuadrën e Vorës, teksa Bylisi do të luajë një kategori më poshtë. Sa takon golit më të bukur të kësaj jave është zgjedhur ai Myslovic në sfidën ndaj Elbasanit, një gol sa i rëndësishëm aq edhe i bukur i realizuar në minutën e 7. Po, ishte një Myslovic që kemi thënë edhe ne shpesh që është një lojtar kyç për manovrën e ekipit bardhë blu.
Këtu shohim Tiranën që ndryshon krahun e lojës dhe Mysovic që është në lëvizje, nuk është më që zakonisht mund të rri pak më brapa, por tash më shumë afër zonës. Është pikërisht ky lojtar që thamë është kyç për manovrën ofensive, por në njëjtën kohë rezultoi decisiv dhe me këtë gol të shënuar mjaft bukur nga jashtë zone, ku edhe mbrojtja e Elbasanit e kishte harruar si duket, sepse normalisht mund të kishin dalë pak më shpejt. Mystovic u pa edhe në momentin para se të shënonte, para se të godiste topin, që e kërkoi topin me ngulm dhe një goditje mjaft e bukur me të parën që i dha avantazhe bardhë bluve dhe i dha goxha motivim ndoshta edhe për pjesën tjetër të ndeshjes. Sigurisht ishte një panoramë javës 36 të Abisnit Superiores, por na presin edhe 3 javë të tjera në Final Four. Do të jetë faza më decisive, faza që do të përcaktojë dhe skuadrën kampione të Shqipërisë. Janë përcaktuar edhe takimet e 3 javëve të fundit, do të nisë gjithçka nga kjo fundjavë, do të luhen 2 takimet e para, teksa Vllaznia Dinamo City, Elbasani Egnatia, Vllaznia Egnatia, Elbasani Dinamo City, Egnatia Dinamo City dhe gjithçka do të mbyllet në 31 maj me Vllaznia Elbasani. Si e pret Final Fourin, 4 skuadrat më të mira në vend, i kanë vizituar në fakt edhe kampet e respektive, janë të motivuar, të karikuar. S'kam pse mos të jenë, sepse në fund ditës janë aty dhe mund përveç ndoshta Dinamos që është më larg edhe ndoshta ka pak më të vështirë, por sidomos 3 të parat janë aty dhe mund të japin gjithçka për ta fituar dhe për të përfituar kampionatin dhe për të përfaqësuar pastaj edhe Shqipërinë në Champions League. Kështu që janë ekipe që gjithmonë kanë qenë aty dhe ndeshjet direkte që kemi parë kanë qenë shumë të rivalizuara, kështu që mendoj që do të jetë edhe emocion i madh dhe të shohësh këto ndeshje në javën e vijim. Edhe ne shpresojmë që të argëtohemi sa më tepër me këto sfida që na presin me 6 takimet e fundit sezonale, duke përfshirë po ashtu edhe finalin e Kupës së Shqipërisë që do të luhet në këtë të mërkurë në Air Albania në orën 19:00. Kemi ardhur në fundin e kësaj puntate, por ne do të jemi sërish së bashku me 3 puntada të tjera për Final Four. Do të takojmë sërish javën që vjen. Deri atëherë, mirupafshim. Mirupafshim. Wow.